Unë ndihem krejtësisht e pafajshme, sepse është një proces tendencios nga Prokuroria Speciale e Kosovës, duke shkelur çdo procedurë ligjore, duke qenë në kundërshtim me ligjin për rezervat shtetërore dhe ligjin për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, ka iniciuar këtë akt akuzë ndaj meje, por më e rëndësishmja është të theksoj se qytetarët e Kosovës nuk kanë nevojë të brengosen për konsolidimin e rezervet shtetërore, të cilën e kemi rritur në qeverinë Kurti 2, për shumë fish në kohën më të vështirë, kur ishte rezerva shtetërore e pa konsoliduar dhe jo në funksion të përgjigjes ndaj qytetarëve, në kohën kur kufit ishin të mbyllur me shpërthimin e luftës në Ukrainë, dhe në kohën më të vështirë kur nuk kishte eksport të produkteve bazike në vendin tonë, pra produkteve bazike jetike për jetesën e qytetarëve tonë. Në këtë kohë të vështirë ne siguruam dhe konsoliduam rezervën shtetërore. Megjithatë, prokuroria shkeli ligjin, siç e kam theksuar edhe më herët, përkundër që ne i kemi pasur dhe jemi në proces gjyqësor me operatorët ekonomik të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e tyre. Tërësisht Prokuroria Speciale e Kosovës nuk po përfill ligjin dhe po vazhdon pa përfillur procedurat ligjore të ligjit për rezervën shtetërore dhe ligjit për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Ashtu si unë edhe mbrojtja ime jemi të bindur për këto veprime të paligjshme dhe këtë do ta dëshmojmë deri në fund të këtij procesi. Ju faleminderit. Ministra, më të tregoni, është një dokument sekret, nëse ajo marrëveshje bëhet në bashkëpunim me atë një personi që nuk ka certifikat të sigurisë, edhe që ka ardhur aty vetëm si një mik i juaj, pra është fjala për Ridvan Marrëveshje. Ju sot jeni larguar nga seanca sepse është seancë e mbyllur. Nuk më lejohet asgjë të deklarohem te ju në lidhje me proceset që janë në seancë të mbyllur. Ju faleminderit. Çdo të mirë. Po është dokument sekret nëse ja keni dhënë një personi që ka pasur këtë rast ka qenë informativ.